E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar mbi emocionet që në fakt sa po kalon koha, sa po kalon ora, ne po nashtohen edhe më së shumti. Çfarë po ndodh me Zarfin e Zi? Vllau i madh ka paralajmëruar që sonte do të ketë përjashtime prej lojës, më thënë do të ketë banor që do të lënë shtëpinë e Big Brotherit. Pikpyetja që vllau i madh ka lënë tek shkrimi që në fakt ka bërë në videon promovuese të natës së sonshme, ka treguar që disa nga banorët do të përjashtohen. Tani, me rregullat e thyera, me provokimet që ka ndodhur brenda asaj shtëpie dhe me faktin që banorët nuk e përballojnë dot lojën, unë mendoj që banorja e parë që meriton automatikisht të përjashtohet është Greta. Tani ju do të më thoni, ok, Tiron, po edhe Juela e ka tepruar. Juela e ka tepruar, por Juelës i ra në dorë kutia e Pandorës. Edhe Gretës, po t'i binte në dorë kutia e Pandorës, do të luante njëjtë. Tani do me thënë, Juela e kishte fatin dhe shansin për kutinë e Pandorës, pati mundësinë që do me thënë të çonë në nominim ato që ajo dëshironte t'i çonë, është e drejta e saj, a luajti si lojtare, a luajti me emocione. Unë mendoj që Greta nuk e respektoi këtë vendim dhe nuk ja la në dorë publikut që të vendosë për fatin e saj. Tani, arsyetohet që janë në Big Brother dhe në Big Brother janë rregullat për të thyer, janë ligjet për të thyer. Kjo është më se e vërtet, por do me thënë edhe në debate dhe në diskutime ka një lloj stabiliteti, ndërsa Greta doli në ofendime aq personale, duke përfshirë këtu edhe të kaluarën e Juelës, duke i quajtur Juelën realisht si një vajzë të dështuar dhe si një prostitut që është në gjendje të bëjë gjithçka për të arritur qëllimin e saj dhe për lekët. Do me thënë, banorja e parë që në fakt rrezikon më së shumti që të përjashtohet nga shtëpia Big Brotherit sonte është Greta për kulturën që ka treguar gjatë 2 ditëve vazhdimisht kundërdrejt Juelës, që e pështyu në fytyrë, që i ra në dorë, dhe normalisht edhe Juela ka treguar një kulturë të ulët, por ka qenë, tani duhet jemi realist, ka qenë pak më e vetë përmbajtur se Greta. Banori i dytë në fakt që dyshohet që mund të përjashtohet sonte nga shtëpia Big Brotherit është Marko për veprimin e tij që bëri në fakt iniciuar nga Artani. Unë e kam thënë disa herë, Marko nuk di të luaj dhe nuk diti të luaj. Do me thënë, ai thjesht po tregon që është një çun shumë i mirë, është një djalë i sinqert, është një shok jashtëzakonisht besnik, por Big Brother fatkeqësisht nuk i do këto tipare të djalë të mrekullueshëm. Big Brother do tipare të një lojtarit shumë të fortë, do tipare të një djali që di të krijojë aleanca, të shkatrojë aleanca, të krijojë rrugë interesante. Dhe në fakt kjo gjëja e bën Big Brotherin edhe më të dashur dhe më të shikuar. Mendoj që Marko thjesht u doq nga një banor i dobët, siç është Artani, sepse Artani nuk është banor i fortë, Artani është një banor që mua më duket në natyrë lëpirë, do me thënë shkon herë këtej dhe herë andej, mundohet që të mbahet me Rogertin pa marrë parasysh çfarë i thot ai, dhe në këtë pikë do me thënë presim që të digjet Marko, por a do të ketë një dënim për Artanin, me patjetër që do të ketë goditje nga ana e opinionistëve, por në fund të ditës, do me thënë këto janë në Big Brother dhe Big Brother këtë loj ka, ato duhet ta kapin momentin kur provokohen, duhet ta kapin momentin kur banorët do me thënë mundohen që t'i tensionojnë situatat dhe Marko këtë gjë nuk është se e kapi. Dhe së dyti do me thënë çfarë mund të fshihet sonte apo kush do të përjashtohet sonte. Mendoj që banorët të cilët kanë përdorur gjuhë denigruese, për shembull siç janë disa nga banorët brenda shtëpisë, Selin ka qenë shumë e ashpër në fakt kundërdrejt banorëve të tjerë, por edhe Rogerti që normalisht do me thënë përdorën gjuhën më të tmerrshme të mundshme. Tani në qoftë se duhet të dënohet Marko, imagjino sa duhet të dënohet Rogerti për gjuhën që përdorën brenda asaj shtëpie.